që e ka emrin Kitabullah, fjala e Zotit, libri i Zotit, Kurani, familjar. Në historinë e krijimit njerëzimit, njerit ju dha amanet besimi në Zot, me besim në Zot. Dhe ne morëm këtë amanet. Ky është amanet pej Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu që ju dha krijesës vetë, që e ka emrin insan. Por ky njeri kur qëndroi kësaj rruge, shpëtoi. Kur devalvoi këtë rrugë, urdhën e Tij. Ne 5 vakte namaz thon Allahit në surën Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Urzana rrugë drejt. Na të udhëzon në Islam, po lutemi prapë që udhëzimi më na ushtu më shumë. Sepse njeriu vazhdimisht ka nevojë për murshid dhe irshade. Murshid do të thonë mësues. Irshade do të thonë guid. Udhëheqje. Si që të Allahu në surën Yasin, që të tregon dhe me thonë, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Irade, pra, kur dënë Zoti me bo emën, me dhon emën diçkaje, i thot kun fayakun, bëhu, aje bëhet. Vetëm me emën të Allahit. Vëllezër, tema të cilën sot do ta diskutojmë së bashku në këtë xhami, titullohet Historia e Islamit tek shqiptarët. Ne jena shqiptarë nga vice të ndryshme, Kosovë, Maqedoni, për shembull, Bujanos, Medveç, Tropoj, Iran, e deri atje në Konispot, në Shqipërisë. Të gjithë jemë besimtarë, shqiptarë që flasin gjuhën shqipe, dhe gjithmonë me sheku i kemi ruajtur këtë dinë, këtë fe, këtë besim. Gjithë shqiptarë, edhe gjithë shqiptariu që i shtë në xhami, e kanë ruajtur këtë besim edhe në kohërat më të vështira. Kanë ruajtur kohën e perandorisë bizantine, kur edhe në kohën e Manjëve, në kohën e Doshanitëve, e kanë ruajtur edhe në kohën e Gjermanit, e Bullgarit, e Grekit, e Rusit, e Serbit, e tjerë, e kanë ruajtur këtë besim. Domethënë, kanë thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanë thonë se nuk është pra zot tjetër që meriton të adhurohet, veç një zot, Allahu dhe Tash, unë inshallah do të flas në temë që ka të bëjë për gjenezës, për zëfilën, për zënafilën. Se të na herët a ke po, edhe Kurani kur fillon me shpjegue hyrjet e ajeteve hyrësës janë, hapse, tregoj falëndrim ndaj Allahut, tregoj se si Allah i ka krijuar gjithësinë, tregoj se si njeriu u obligu me urdhra, tregoj se si njeriu duhet drejtue, si si khalife në fillar, si me kam si Zotin pro, tregoj urdhrat që i kemi na si njerëz.